sport për të folur, për futbollin, për sportin, për gjithçka. Në fakt, nëntori ka qenë një muaj me festa, si zakonisht. Shqipëria ka qenë kuqezi, flamujt kombëtar, prandaj ne përfitojmë dhe nga rasti, megjithëse jemi ditë më pas, të urojmë gjithë shqiptarët gëzuar festat, natyrisht flamuri shqiptar të valvoj si gjithnjë, por natyrisht kemi pasur edhe momente të shkëlqyera, apo jo? Atmosferë jashtëzakonshme për festat e nëntorit, patjetër kuqezi e gjithë Shqipëria. Në Shkodrën tonë të bukur është bërë një sofër shumë e madhe, e cila ka pasur rreth 300 persona rreth saj. Po, në Shkodër direkt. Nikol Mjeda duhet ta fillojmë në gjithë Shqipërinë, se nuk është vetëm Shkodra. Në gjithë Shqipërinë. Ashtu e Unë pash edhe në Turqi, në Bajram Pasha, shqiptarët dilin me flamurën e kuq dhe festonin. Domethënë gjithë hapësira shqiptare, ku janë shqiptarët. Nikol, të uroj dhe të gëzuar festat, ashtu si që urojmë gjithë shqiptarët dhe shkojmë direkt e paneli. Jemi me të ftuarit në studio, Artur Çobani, specialist futbolli, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Pjesëtari Dinamos së famshme të Përnaskës, Ballgjinit dhe Zërit, trio e jashtëzakonshme. Nuk e di çfarë shanse ke pas Turi që ke qenë pjesë e asaj plejade. Ashtu është fatës. Me fat. Edhe unë jam me fat që kam një pjesë të Dinamos. Të shikonin edhe ajo dishe pranë tyre. Ja, sot ju kam studia. Ecim. Meridian Ramçaj, i njohur shumë për publikun dhe për mediat, sot vjen si tifoz i Vllaznis. Përshëndetje. Ja, këtu prap nga Shkodra, elementi Shkodër gjithnjë në Megasport. Ke Shkodran, njoh shumë i mirë i sportit, por edhe këtyre platformave lloj-lloj nuk i them emrat. Naçi Shensoj, trajner i Laçit, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Jo vetëm i Laçit, por i shumë skuadrave në Shqipëri, natyrisht në Azerbajxhan, në Arabinë Saudite, në Bullgari, Maqedoni, është lista e gjatë, profesor. Ja një sekund, lutem. Në 6 shtete deri tani. 6 shtete, kush ishin 2 tjerat? Edhe në Serbi, se kam qenë edhe në Serbi ke qenë. Kosovare me qenë treneri Serbi, sa është diçka kuriozitet. Do ma thoshte, si ishte kjo në Serbi? Vetëm kurt ishte BSK Borçja. Ke pasur? BSK Borçja i Beogradit një skuadër. I vetmi trajner shqiptar? I vetmi trajner shqiptar në historinë. Edhe në Maqedoni. Jo, këtu kjo Serbia, po si e pranon ata? Nga Prizreni, shqiptar, si arritën? Sepse unë përfaqësoj, jam trener që jam regjistruar në futbollin, në lidhjen futbollistike Turqisë, po përfaqësoj Turqinë. Ke dhe pasaport turke? Po, kam pasaport turke. Nuk e dinin origjinën serbët? Po, nuk e di. Ke bajnë me pasaport turke? Ka gabuar, po, me pasaport turke kam qenë atje edhe. Dhe prandaj? Po, prandaj. Po si kalove? Kur morëm veshën që Kosovar, aty u drum pak situata. Shqiptar? Fakt. Po, fakt. Kur e morën veshje shqiptar, çfarë thanë? Pak nuk ishte e njëjtë si ka qenë në fillim. U ndrun situata pak. U ndrun, mediat e... Po kur pam punën e mirë që bëjës, besoj që të... Edhe në Maqedoni, në Pelister, se fitum kupën në 2017, kundër Shkendis, se Shkendia ishte shumë fort atë vit, u bo kampion, dojkën edhe deshtën edhe kupën me marë, por me Pelisterin Bitollës, manastirit, Shqip, Bitolla është manastiri. Edhe në historinë e Bitollës jam i vetëmi shqiptar që këm qenë Kosovar, që këm qenë... Sa historira pas ke për të reguar sot? Edhe në Bullgari nuk na dojnë shumë. Edhe në Bullgari? Edhe në Bullgari, kam luajtur finale 2009 me një skuadër vogël, Pirin Blagoevgradit, kundër Liteksin. E fitum CSKA-n, e fitum Levskin, që do thot pak do paradoksa, e kam thyer do paradoksa në Ballkan. I ke thyer që ke qenë shqiptar. Ma merr mendje që e kam thyer me çfarë. Sa llogari bankare ke? Që do të kesh bërë shumë lek në Arabinë Saudite që ke bërë? Mjafton në Zvicri, në Zvicër, mjafton ajo në Zvicër llogaria. Kënaqësia, faleminderit për thirrje Altin Sylqa, për mu është mega sport, por nuk është megaloman, por mega sport është përfaqësues edhe kënaqësia për kemi pas kontakt gjithë moderator, kemi pas me Matjer një moderator kur mora thirrjen për Altin Sylqës, s'kam shansa, nuk pata shansa me thonë jo, mos me arë, se kam respekt madh. Nuk e di se si ke ti skemat e korneve, edhe atyre goditjeve dënimit,
ose ku di unë 4-3-1, këtu futu këtu që e keni, unë si kuptoj ato, nuk jam i mirë atë. E di për çam pëlqen që të kam studio? Urnoni. Të pëlqej sepse je shumë mediatik. Flet lirshëm me gazetarët dhe mua më duhet kjo, është ushqim për mua, jo për mua, për vetëm për ata që punojnë në ekran. Dhe problemi një herë të maj mend lutë Skënderbeu, se më falni për prezantimin kështu se e filluam me 150 direkt emisionin. Lutë një herë Skënderbeu, ku di unë isha rrafur në ndeshje me Skënderbeu dhe pyes, Naxhi, si vajti ndeshja, u rrafe, rezultati dobët, po si mos rrife më the, erdhi Skënderbeu, autobus i madh, gjithë veshur me kostume të bukura, bagazhet shumë të mëdha, lojtarët kishin kufje në përvesh, celular të mirë. Ne u rrafëm pa filluar ndeshja. O, thash, qa përshkrimi. Nuk pyeta me për ndeshjen, nuk pyeta me për rezultatin. Thash, shensoj, ky që e ka për mua. Ecim! Ledjan Bardhi, trajner personal Matrix Fitness Center. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Qa bëhet atje te Matrix? Punë, shumë punë. Shumë punë. Shumë. Po vinë atje, sportista vu kam dëgjuar që vinë? Sportista, sidomos futbolli, basketbolli, e frekuentojnë shumë. Po pse, nga që është rruga e barikadave në qendër, apo ju i dini ato formulat për trup bukur? Patjetër, është dhe vendodhja që është e mirë, jemi në qendër, 200 metra vija ajrore nga qendra, po themi. Vinë sepse ka nevojë dhe për forcën, përveç... Keni edhe pronarin atje ju, si Danoç, kështu ju zgjidh dhe si staf. Gjithë friendly janë atje, sepse unë s'ka marrë ndonjëherë me të drejtën. Gjithë dhe sugjeroj që të vish. Është Matrix, atje gjithë friendly. Duhet presor që të shkojnë sportistët atje për palestër? Kretë varet, a është vetëm për trupin, duhet edhe palestër mentale. Si është kjo mentale? Po, a është... Psikologji. Edhe psikologjike normal, nuk është kondicioni vetëm fizike, por është rëndësishme edhe kondicioni mentale me pas, që shumë pak flasim na trenerat për kondicioni mentale. Është rëndësishme, e? Vetëm flasim, kishe kuptimi kondicionit vetëm është fizikisht, por në sa hec futbolli, edhe kondicioni mentale, edhe emocionale, është shumë i rëndësishme. Shumë i lartë. Që ato e kemi dopsi pak na shqiptarë se nuk e kontrollojmë mirë emocionat. Emocionat, ciklisht aty. Duhet mbajmë presionin, E kemi kondicionin shumë emocionale. Ne i kemi aftësitë, po duhet dhe të mbajmë presionin. Është shumë e rëndësishme të mbajmë presionin. Po këto festa nëntore i kemi fillu me këto kartolinat, me lojtarët tanë, legionarët tanë, kupët në salonet e mëdha të futbollit evropian, kanë treguar që kanë dërguar dhe ata kartolinat e tyre, mbas edhe Selvilnios, me golet që ka bërë Muçi për shembull. Sigurisht, një vend veçantë do të fitonte Muçi në këto kartolinat që përmendni ju, sepse jo se Muçi tash u çfaq. Ne e dim të gjithë se kush është Muçi. Po. Dim moshën e Muçit, talentin e tij, mënyrën se si ka luajtur gjatë gjithë kohës, edhe kur ishte në Poloni, po dhe tash në Turqi. Dhe vinin pak në dyshim, domethënë arsyen se pse nuk grumbullohej me ekipin kombëtar, ose edhe kur grumbullohej nuk gjente shansin asnjëherë për tu aktivizuar. Gjithsesi, në këtë fundjavë, themi drejtën, edhe në mesjavë, javën e kaluar, kur ishte që shnoi ato 2 golshin, mjaft të bukur, domethënë me skuadrën e tij, pavarësisht se hyri si zvendësues. Po edhe këtë fundjavë me këtë gol të mrekullueshëm. I çmendur fare, i çmendur. Edhe vetëm kaq, po, meqenëse profesori ka qenë në Turqi, Trabzonspori po shkon të bëhet pretendent për titullin kampion. Duke thyer domethënë hegemoninë e Beşiktaş e Galatasaray. Është bërë nami rrjetet sociale sot, është faktor kryesor në skuadër. Është megjithmonë mund të bëja habi domethënë që këtë kokfortësi të trajnerit të ekipit kombëtar dhe të atyre që merren, që janë pranë ekipit kombëtar, me Ernest Muçin. Ernest Muçin, që kur ka ikur jashtë, ne e kemi cilësuar si një nga talentet më të mëdha të futbollit shqiptar. Qartë. Dhe mendonim se do t'ishe shumë shpejt pjesë e pa diskutueshme e tij. Por nuk është vetëm Muçi, kemi dhe Mehmetin. Po Mehmetin që është në Premiership dhe vazhdon domethënë të shënojë. E pe golin me kokë.
Patjetër. Që ndjek dhe e shikoj Pëlqen. Diskutim. Më bën përshtypje më të rreq. Ka trafik në krahun e Majt, ka trafik krahun e Majt. Trafik ka gjithandej sot, se hyn dhe kështu në trafik. Nuk i respektojnë rregullat e trafikut shumica, prandaj krijohet trafik. Ka trafik sot. Zbatojnë rregullat, Muçi dhe Mehmeti nuk ngelen trafik. Ja, Meridian. Për të ndalur te kjo që the kanë djegur rrjetet sociale. Rrjetet sociale nuk janë sot etalon matës. Cilat janë? Sepse sa po zgjohesh mjes, kur hap rrjetet sociale është iglitare, ka arritur marrëveshjen fantastike me një lojtar, portalet më tepër hapin lajme edhe për klikime. Pjesa më e madhe e portaleve ushqen me anë klikimeve. Në momentin që ti s'ke klikime, e din shumë mirë çfarë do të thotë për një portal, se sa ne si shikojmë klikimet. Jeni emision televiziv, nuk jeni portal, ndryshe nga portali. Për të ndalur që tek Silvinjo që zgjedhjet i kanë dhënë drejt, që jemi një ekip që jemi në paraliminator, kemi dhe 2 neshe tjera që janë të vështira, po deri në momentin që flasim, çdo zgjedhje e Silvinjës ka qenë e drejtë. Në rregull. Kështu që në rregull për në rregull. Unë po flas për tani ky Anis Mehmeti, zotri. Ai arriti për mua mbi atë çfarë ishte objektiv. Jo mbi objektiv. Po mund të jetë edhe më mirë akoma. Kur shef shorti nuk besoj profesor se asnjë nga ne nuk thoshte që ne do arrijmë objektive për të kualifikuar pjesën e eliminatorëve. Zgjedhjet i kanë treguar që për mua zgjedhjet i kanë treguar që po. Në mënyrë absolute jo, shikon. Nëse do të qëndrojnë po nuk janë 2 neshe, profesor, nuk janë 2 neshe ato që japin. Po 2 neshet e fundit, ne u referuam 2 neshet e fundit që ka shënuar 3 gola. Problemi është i tillë. Nëse këtu është propaganduar pavarësisht se ne na bëhet qefi që zgjedhjet e tij janë të drejta për arsye që ti shërbejnë rezultateve të ekipit kombëtar. Unë nuk jam kundër këtyre gjërave. Por shumë herë kemi dëgjuar domethënë përpara grumullimeve që Silvinjo do të thrasë në ekip kombëtar futbollistët që luajnë. Dhe kjo është gjëja më e drejtë. Futbollistët që kanë minuta, futbollistët që kanë rezultate, para se shkonte te Trabzonspori Muçi, kishte probleme me ekipin ku ishte, apo jo? Po Bajrami nuk po luan ka 6 muaj. O zotri, çfarë probleme tani më Muçi bëri gol. Kishte probleme, dakor, kishte. Ti ka nxjerrë foton e Muçit. Që i kanë bërë tani është kompjuter apo për të nisur tek ajo që ata persoi te ana mentale. Dhe ne dim shumë mirë sepse dëmtohen sportistët. Dhe broja nuk është mirë psikologjikisht që po arrin dëmtosh çdo ndeshje. Ka të bëj ana mentale psikologjike me dëmtimin e lojtarit, profesor? Jo. Ka të bëj shumë. Pra kjo është një nga arsyet dhe mos harrojmë që Muçi para se kalon te Trabzonspori kishte një problem shumë të madh brenda ekipit, nuk e doni më në ekip, pati debatet me klubin dhe kjo ndoshta është një nga arsyet që e shtyr Silvinjën që mos ta thirrte në kombëtare, sepse ndoshta ana emocionale dhe mentale. Urdhë? Se kemi dëgjuar në herë të arsye. Mund, po pra e mendoj unë. Ashtu si s'kam drejtë të mendoj, ashtu si s'kam drejtë që mendoj që Silvinjo sot është një trajner që ka çuar kombëtaren aktualisht je për herë të parë në kualifikuesit botrorit, për herë të parë në histori me stadium. Po. Më korrigjon nëse kam gabim. Ke 2 neshe shumë të vështira, por që nuk besoj që momentalisht një trajner ka qenë më i suksesshëm se Silvinjo. Të shënosh me Trabzonin në këtë nivel, të bësh të gole, sa e vështirë është në Turqi? Ju keni një jetë tërë që keni trajnuar në Turqi? Po, unë në 1996 kam qenë edhe trener ndihmës në Fenerbahçe, kështu që ndihmës trajnerët e Fenerbahçe, Fenerbahçe trener ndihmës, Veselinovići ishte një trener serb, se e njohi mirë edhe serbishtën atëherë, ishte edhe presidenti Fenerbahçes Alisheni, i cili ishte i Prizrenit atëherë. Dhe merë rasti mua u bo trener Fenerbahçes, më andej në Genç Terbiligi në disa klube si trener ndihmës Erzurumsporin ka marrë pjesë, kështu që kur është pyetja te Ernest Muçi është një talent, por futbolli u bo shumë agresiv u bo futbolli, se na trenerat e kemi vjell do elementat prej sporteve individuale, prej mundjes, prej basketbolist, pressingun, forecheckingun, që momentalisht futbolli luhet 50% edhe me top, edhe pa top dihesh me lutë, apo kuptohet. Që aty e ka dobësin Ernest Muçi kur është topi te kundërshtari, nuk e ka duelet mira. Po pra, te ky futbolli pa top në Shqipëri se aplikojmë shumë te futbollin pa top. Pa top nuk aplikon. Ne do luajmë me top. Ai ka një dobësi të mirë, por edhe fatkeqësia e Ernest Muçit që ishte në një grup Beshiktashi i cili e kishte probleme shumë të mëdha financiare, edhe me trajnera, e ndrun trajnerat si
si çorapat, falni në shprehje. Si ishte kjo? E ndrojshin trenera si çorapat që si njeriu çorapat. Filloi Fatkeqësia e Ernest Muçit, çdo ndrimi i trenerit, çdo është filozofia e lojës atij trenerit tjetër. Kështu që nuk... Po, feson e trajnerit Trabzonit si çmendur, sepse ai ngul këmbë që ta merrin, thonë është lojtar klasi e dita me radhë. Shikojmë një kronik për legionarët të përgatitur dhe jemi sërish në studio dhe diskutojmë fakt sepse legionarët kanë qenë buqeta më e bukur e një kartoline për festat e nëntorit. Qeveria e futbollit evropian uroi Shqipërinë për 113 vjetorin e pavarësisë nëpërmjet një statusi në rrjetet sociale. Duke e postuar disa foto nga momentet më të bukur, UEFA shkruan: "Gëzuar ditën kombëtare e Shqipëri, një kombi pasionuar pas futbollit, ju dhuruat një kampionat evropian U17-2025 për të mbajtur mend. Tani, duke u përgatitur për të bashkëorganizuar kampionatin evropian U21 në vitin 2027 me Serbinë, Shqipëria është gati të shkëlqejë sërish në skenën europiane." Edhe FSHF zgjodhi një mënyrë të veçantë për të uruar pavarësinë duke publikuar një video me 2 fëmijë të veshur me motive kombëtare dhe sportive. Rriten me futbollin, rriten me dashurinë për atë dhe unë, ishte përshkrimi në video, ndërsa uruan pavarësinë. 113 vite shteti lirë e sovran, të duam çdo ditë më shumë, shkruan FSHF. Në këtë ditë të veçantë për kombin ton, legionarët uruan me gola dhe asiste. Në Angli, Anis Mehmeti, i cili po kalon një formë fantastike, i dha fitoren Bristol duke shënuar në fitore 1-0 kundër Portsmouth. Një gol sensacional realizoi Ernest Muçi nga një kënd i pamundur kundër Konyaspor duke mahnitur Turqin. Në gadishullin arabik, Mario Mitaj dha një asist mjaft të bukur për Al Ittihad. Edhe Rejmanaj dhe Steven Shpendi ishin protagonist me gol. Paraqitjet e përpozitive edhe nga Vedat Muriqi që shënoi 2 gola kundër Osasunës në barazim 2-2 që regjistroi Mallorca. Jemi rikthyer kështu në studio pasi kem ndjekur këtë kronik të ardhur lidhur pak më shumë edhe me festat e nëntorit dhe këto entuziazmin e kombëtares tonë. Meridian, një pyetje e cila jo vetëm... vetëm Meridiani, po mirë me ka të tjerë të ftuar në studio, si ka mundësi më... Ti pupe nga Shkodra, e kam vërë edhe në emisionet e tjera, se presore kemi vajzën nga Shkodra, dhe vinë të ftuar, si Meridiani, që është tifoz i vllaznis, më prish gjithë skaletën. Për shumë, unë i thash të bëndë të Matrix të pyste, tani jo, do Meridiani nga Shkodra, do të pysi lojtarë Shkodran. Si ka mundësi? Okej, Meridian, shkojmë. Përveç Muçit është edhe Mehmeti një ndër ato elementet i cili nuk është përfshirë në kombëtaren shqiptare dhe në ato minutat që kërkohen që secili lojtar duhet i ketë. Pse mendon nëse në rastin e Muçit nuk është tirur fare si pjesë? Është e bukur kjo sepse po në këto studio televizive kur flitet që trajneri po prish frymën e ekipit, kur një ekip pra është i suksesshëm, po merr rezultatet e duhura dhe po të jetë një prurë gjitha këto studio televizive çohen si puna grenzës dhe thonë që pse e prishi frymën, pse mori lojtar të tjerë, ja prishja frymës. Po nëse do kishte ndodhur kjo me ftyrën e 2 lojtarëve dhe nuk do kishin qenë rezultate, a do kishim qenë ponën në këto studio që do e kishim kryqëzuar trajnerin për zgjedhjet e bëra? Po. Në çdo studio televizor Silvino qëndron në një dëgjoj, unë mendoj profesor, nëse je dhe ti e i sukses që ma ato skuadrë që ke nevojë të ndryshosh apo do mash frymën e grupit që ke? Jo, suksesi o sukses. Shumë e thjeshtë, sepse puna një trajnerit varet rezultatet e suksesit, apo jo? Dakor. Në qofse Silvino nuk do ishte kualifikuar, unë e di shumë se çfarë do ishte bërë në... Po ma gjë që tani, Anis Mehmeti bën gol dhe tani po e kërkon një sekond, po e kërkon Leicester, apo jo? Leicester City. Po e kërkon, sepse bën gol, është lojtar që prodhon, tani ta kërkoj Leicester City... Marsi është shumë afër. Le të vazhdojnë të tregojnë dhe të bindin trajnerin me lojën që po bëjnë, asgjë të keqe s'ka. Në radhë parë po lozin për ekipet të cilën paguhen dhe kur të vjen ftesa nga kombëtarët ty do të japësh 110%. I ndjek futbollistët, i ndjek pak a shumë dhe unë deri diku jam dakord me Meridianin sepse ta lejmë Silvinion edhe lojtarët se nga jashtë ne vetëm i presionojmë, po ecin mirë, kanë sukses. Për mua është e kohë domethënë që të shtyen, domethënë për të marrë lojtar të tjerë. Okej, dakord, ne jemi misore, mund të merrem, mund të bëjmë prova patjetër, por që baza
është kjo që është. Kemi arrit deri këtu. Mund të shkoni më mirë, Ledian. Se nuk jam vetëm atë. Patjetër, e mira s'ka fund. Por përderisa, e tha dhe profesori, përderisa jemi këtu ku jemi, me këtë ekip, me këto lojtar, me këtë strategji. Por se s'ka marrë një nga Greqia se po më thonin çuna dhe ka një nga Greqia tani gati. Tu në këtë rast, në këtë rast, profesor Mfal, në këtë rast unë të shikoj çike edhe profesionalizmin e lojtarëve, të dy lojtarëve. Që do të thotë, të shikoj se si do reagojnë lojtarët. Ore janë çmendur gjithë nga Tirana, thonë si s'merr buqin kombëtare tani deri këto. E mbani mend kur u la jashtë. Messi ka të Shqipëria. E mbani mend kur u la jashtë Gjimshiti? O zotëri, Muçi është talent, kombëtarja jon ka mungesë. Dgjoj. Mungesën e lojtarëve që të bëjnë golin dhe nga larg. E bëri nga këndi 0. Këndi 0. Dgjoj, mos e nga këndi ka bë Andi Lila me parën super gola, çfarë do të thotë? Ore më të përmush, po t'i që kanë bërë gola e Tiranës, edhe tani sa isha, si ka mundësi, si ka mundësi që nuk e mërë, si ka mundësi që nuk e mërë. Po 22 vjetës mësë do i vi momenti, Suqe, do i vi momenti. Po që t'i vi momenti tani se talentë, shikoj, Qip Truri, thot, njësia, si që kanë bërë tifozët turk, Qip Truri, njësia e pushtetit, sensor optik dhe struktura e skeletit. Shumë e bukur kjo që kanë bërë turqit. Shikojnë që ke probe? Po. Sepse... Terminatori. Si, shikojnë, e kanë bërë si kompjuter. Sepse, e di, është dhe i çuditshëm. Po t'isha unë, që t'kisha bërë atë gol, që unë s'kam bërë as me shkollën gol lirë, që ta dishti. Gjithmonë nuk me... Jenë mega sport. Po mirë me tjetër gjë, tani mo thamë flasim si lojtar. Ta kisha bërë atë gol nga këndi 0, kështu si i ra. Se si e sy u kamën aty, do isha tërbuar farë, si nuk festojmë, si nuk festonte, rrinte kështu. Sigur ishte zemër skandinave, ja shqiptar. Dakor, nuk ajo ishte të kanë stadiumin kështu. A mund të... Nuk e heqi merit, atë se ishte super gol, por që... Do ti direkt. Okej. Shikam, nëse ne në për studio vim dhe diskutojmë, e para njëri jo si grënëzat, se diskutojmë normalisht, lidhur me futbolistët që vinë në ekip kombëtar, lidhur me vendimet e trajnerit dhe kemi drejt të diskutojmë, përderisa domethënë edhe ai trajner biles është i detyruar, më falni çik, ta mbaroj. Është i detyruar biles të japi dhe përgjigje, opinionistëve apo gazetarëve apo gjithë opinionit që sepse gjithë duan kombëtare, nuk është vetëm Silvinjo apo presidenti Duka që duan kombëtarën. Të gjithë, edhe ne që diskutojmë, edhe tifozat, edhe ata tifozat kuqezi që janë përjashtuar, gjithë për kombëtaren mendojnë. Dhe nëse themi disa fjalë, themi sepse jemi ndjekës të rregullt, të legionarëve tanë, do të themi domethënë. Çdo javë marrim informacion, shikojmë kampionatin anglez, shikojmë kampionatin skocez, shikojmë kampionatin turk, shqyr zotit që na i kanë mundësuar domethënë këto studiot televizive dhe duke parë të tilla gjëra, kemi ne drejt diskutojmë. Dhe nëse diskutojmë edhe kundër vendimeve të trajnerit Silvinjo, kjo nuk është ndonjë gjë domethënë që po në Silvinjo nuk është zoti zotëri, nuk është zoti Silvinjo. Në fund të fundit ne e dim shumë mirë se dhe nga bota e sportit vjen që është ai që vendos. Dhe ai do vendosi. Pse ne bëjmë një diskutim dhe kemi të drejtë të diskutojmë, edhe ngrejmë zënë dhe me forcë të madhe, edhe kritik mund t'i bëjmë sepse ai në disa raste, jo në disa raste, por në shumicën e rasteve është me dy standarde. Kur vinte puna dhe thoshe pse nuk iku me që më përmendët Gjimshitin, unë po e përmend Uzunin. Përse nuk shkoi Uzuni në kampionat europian? Sepse ai mendoi që Uzuni nuk ishte minuta e tjera me radhë. Dakor? Gjysë s'kishte as një minutë, një kampionat, një minutë. Domethënë, unë nuk jam dakord me qëndrimet domethënë jo korrekte. Unë jam dakord që edhe jam totalisht i bindur me vendimet që merr trajneri, se është detyrë e tij për të marrë ato vendime. Por nuk më pëlqen mënyra e shprehjeve të tij, e justifikimeve të tij dhe kur vjen puna lënë jashtë këtyre talentëve që kanë dhe moshën, që janë në një moshë të re që premtojnë. Ne nuk po them se s'merr të fusësh Muçin atje. Nxirr për jashtë, po amat, mos jetë pjesë e ekipit kombëtar. Një futbollist që luan gjithë minuta në këmbë, që këtë i themi. Në fakt, asmo, edhe unë jam dakord, po asmo nuk më pëlqen që në studiet televizive, profesor. Në studiet televizive ne nuk vim tu se as kemi ndërmend, as të në një tjetër, po Silvinjo është trajner, jemi pro Silvinjos, sigurisht. Edhe do jemi, edhe bravo i qoftë për kualifikimin.
Si të themi tash, me që ne kemi qenë kritikues, do themi jo, ai nuk ka merita. Dhe sa mendoj se tjetër se jemi pone në për studiet televizive që kur Aslani humbi penalltin me Serbin, u çuan parë në këmbë dhe tham, po ky po të ishte lojtari mirë, do e mante Interi, nuk ishte pse shkonte ke Torino, dhe ne jemi po ato që në momentin që bëri golin, po humbi penalltin që humbi penalltin në shën e parë. Mane, më fal. Aslani humbi sot për herë të parë. Që humbi kampionat italian. Rastin që humbi Aslani, jo penalltin, rastin që humbi Aslani nëse mani mend, që erdhi në diagonale. A e kryzuam. Shiko, ne mund të themi që pse nuk luan Daku. Nuk kemi drejt ta themi ne pse nuk luan Daku. Daku edhe unë do doja të jap çfarë minuta më shumë Daku. Ose i është dhënë minutazhe, ai sa ka menduar trajneri për t'i ullon. Dëgjoj, nuk ka të bëjmë se ti ke një lojtar 45 milionë euro shke Milani që s'po të lu fare, Jimenez. Disa futbollistë duhen fituar. Nuk duhen shtyr jashtë. Ja një sekond, sikoça Turi. Ja çfarë thot Ernest Muçi, ne dinim që do të ishte një ndeshje thelbësore, pasi dy skuadrat e Kreu do të luajnë me njëra tjetër dhe dinim që do të ishte thelbësore. Pas barazimit treguam karakter dhe vetëdijshmëri. Ndaj morëm 3 pikët. Ne do të vazhdojmë në këtë rrugë, nuk do të dorëzohemi kurrë në jetë. Sot ndër tjera, për sa i përket ndeshjes fundit. Profesor Naxhi. Jo vetëm në Shqipëri, nëse shikojmë botën, gjithmonë në botë debata për një 2-3 lojtarë që nuk iren, çka janë gjitha shtetet, edhe në Turqi. Kërkoj të mos merret më Billingami. E kuptoni apo vetëm për gjesti individuat, nuk duhet të upim kokë për individuat. Sepse flanela është si shtet. Asnjë shtetit Flanela ose Fanela. Po, atë që e veshim. Se i themi ne fanela. Flanela ose... Po ne i themi fanela. Fanela, okej. Fanela është si një shteti, asnjë shtetit në histori nuk japin shtetin, por duhesh vetë me fitu shtetin, me gjak. Që do të thot, asnjë trener nuk është babgjyshi me nda çokoladat, me nda lodrat. Babgjysh? Po pra, babgjyshi, po. Vetëm babgjyshi i ndan çokoladat. Nuk bën diferencë. Babgjyshi tregohet i padrejt. Gabon babgjyshi. Jo, sepse emocionalisht i ndan çdo tregohet ku i mbajnë çokoladën para kohë, që s'ka më çokolata. Tani, lojtari duhet me fitu fanelën, se fanela nuk jipët, fanela fitohet. Kishte Ernest Muçi, kishte një kriz me klubin. Fatkeqësia Ernest Muçit në kriz me Beşiktaş që nuk luke edhe mirë në Beşiktaş. Vjen koha, nëse kështu vazhdon, s'ka ku me ikë Silvinja. Ka kryune, por debata është na të flasim një kompliment të madh, më së pari Armando Dukës federatës. Pse? Që argumenta pse? Sepse me zgjedh një trener brazilian me zgjedh një trener përkombëtar, është guximi i madh, është vizioni i madh, është kurioziteti i madh, sepse Evropa prej 1945, prej luftës 2 botërore, sa bojnë 55 edhe 25, 80 vjet. Evropa vetëm 2 trenera kanë punuar në kombëtari. Skolari ka punuar edhe Otto Gloria në 1960-ës brazilianin në Portugali. Suksesin më të madh brazilianët e kanë bërë me Skolarin. Luajti 2004 në finale me Greqinë, upi 1-0. Por s'mundesh me pa një trener brazilianit me qenë treneri kombëtarës Evropës. Tani pyetja. Brazilianët janë talent për me lutë që të loj, por shumë interesant, paralele, nuk e kanë atë aftësi si trenerat në botë. Të lutëm. Asë një trener braziliant nuk ka lutë asë gjysmë finale Champions League, asë UEFA-s, jo që me marë kupën, s'kan fitu kupën, individuale, në për klubet, Altin Sulqa, po japi Por në çdo klub, cili kanë fitu Champions League-ën ose UEFA-s, kemi pas mas pakti ka 2-3 lojtarë prej Brazilit. Tani pyetja madhe. A Evropa është budall që vetëm blen vetëm lojtarë për Brazilit, por nuk e merr trajnerat e Brazilit. Kush e merr trajnerat e Brazilit? E merr Arabia, Saudi Arabia, shtetet e lindjes mesme, ku dojnë me zhvillu futbolin teknika, sepse edhe marketing, po. Tani,
Po se merë pra Muçi teknik. Se Armando Duka, qëfar guximi madh Armando Dukës me zgjedh Silvinjon. Tani pyetja, a është individualisht, nuk di shqip si thonë, exception, përjashtim. Bravo. A është përjashtimi individuale që është suksesshëm Silvinjo, ose a përfaqëson filozofinë e lojës braziliane? Pyetja madhe, sepse këtu kemi faktet që na ndihmojnë. Ka punu me Wenger, ka punu me Guardiola, ka punu me Mancini. Tani a i thot, ka marrë 20 vjeç në Europë, thot, jam 50 vjeç, 30 vjetë kam ndajtur me Aikën. Kjo, sa ndikon? Për atë, një aplauz madh mas pakti për vizionin e Armando Dukës, se suksesi madh është. Suksesi madh, edhe për trenerat brazilian, edhe për federatën e Shqipërisë, për Armando Dukës. Po mirë me dakord, ky Kosova, lunë duket më bukur, më kanë thënë këta specialistët, se unë nuk e di. Se kombëtarja jonë, që ka marrë një austriak atje, nuk ka marrë brazilian, ky Silvinjo, që është nga Brazili, është nga vendi kafes, i topit, i xhonglimeve, i cirkut në futboll, që ka prodhuar Ronaldinho me shok, sikur se ka qef shumë këtë futbollin e bukur, të futbollin me talente, sikur ka qef që Catenaccio. Du ta marrëdoj qik me Naci. Të lutem, ta marrëdoj qik me Naci. Edhe me Bjazin. De Bjazin. Shkum në kampionat evropian, 2016, a ishte edhe sukses edhe me Bjazin. Bjazi, nuk i thoj De Bjazi. Se ne i themi De Bjazi. I thoj Bjazi, shkurt. Abazi, si që aty me De Bjazi. Si se Bjazi, e re, me Bjazi. Duhet flasim me argumenta. Bjazi ka përfaqësu ekolin, filozofinë e lojës italianëve. Pak ma kompakt, ma tepër rëndësi brojtjes, jo brojtjes vetëm brojtjes, por brojtja si skuadër brojtjes. De Bjazi, por ky, sa përshë Silvinjo... U kush lu më mirë tani, Kosova, Shqipëria futboll? Futboll, momentalisht të dytë janë suksesshëm, edhe Kosova kapëm një gjenerat mirë, mas pakti, sepse shikoni Sërbin, për shembull, cili gjithmonë ka qenë ekol, që do thot ekol një fjale frangjisht, përfaqësuesi shkollës futbollit, gjithmonë Serbia, tani janë në krizë, apo shesh se Shqipëria nuk është aksidentale. Shikoni Bugarin, për shembull, shikoni Bugarin. 1994 në Amerikë, gjysmë finale të Kupës Botës. Stoichkovi, vendin e katërt, Stoichkovi, Mladenovi, se unë punojnë në Bugari, e kapi një kriza, se gjenet nuk upen, gjenet një popullit, apo kupton, por e kapi një kriza edhe tani Bugaris, edhe Sërbin, si që edhe kishte edhe problemi një farkoje edhe Hungaria, ka qenë fuqia madhe Hungaria, por hynin në një kriz, tani Shqipëria dhe Kosova nuk janë një kriz, po të regoj një trend rritjes e futbolit. Qka e futboli? Futboli duhet pranojmë se Shqipëria duhet prej bugjetit turizmit, me ndajnë miliona leka nuk e bon qëtë reklam që e bon futboli. Reklam madhe, me Serbin, më cujnë qik me Serbin, e pëndeshen? Me Serbin? Ku e pishe? Në Turqi isha. Turqi? Po. Po du me thonë, shikoni, për shemëll Azerbejgjan, unë këm punuar në Azerbejgjan, 3 herë këm punuar në Azerbejgjan, shikoni Azerbejgjan e shka o bon, me Karabagun. Karabagu nuk është klubi Bakus, nuk është Azerbejgjan. Jo, është Europian. Jo. Karabagu është kryqytetit Agdamit, autonomi Krajinës i Karabagut, por mas luftës, klubi komplet kaloj në Baku. Që do të thot, nuk është klubi Azerbejgjanit Bakut, është Karabagut. Që do të thot, nuk du me inu në politik, por shikoni Karabagu klubi sa ndikoj
me sportin që toka e Karabagut, autonomia Krajine nuk takon Jermenis, por takon Azerbejxhanit. Kjo me nda miliona leka nuk e bon reklamën e sportit. Si bon edhe Armando Duka me futbollit. Duhet japim. Po si e bëri për shembull te Laçi që të mori ty pashklas? Me kë futboll si e bëri që të mori ty? Mos e ngatrojmë çik tash. Po e ngatrojmë çik tash. Po flisim deri tash për kombëtarët, tash është vetëm ke se me kombëtarët, dakord. Efektin e futbollit po thotë. Futbollin efektin brenda që po e bën Karabaku, po e bën si skuadër. Po e bën si skuadër. Nuk po flasim për kombëtarin e Azerbajxhanit. Jo. Flasim, më fal. Okej. Si skuadër. Tash ne do flasim. flasim. Një shembull. Ne do flasim për futbollin shqiptar këtu brenda, për cilën ka përgjegjësi Armando Duka. Unë nuk besoj që futbolli ynë po na përfaqëson, domethënë, e po bën çuditëra në Europë. Unë besoj se kemi futbollin më dobët brenda Shqipërisë. Parë njerëz për stadiume. Dakord? Vetëm njëri shikoj ato ndeshjet e futbollit. Asnjë skuadër domethënë mezi kalojnë dhe ecin të renditur të 48-të a 49-të, atëherë çfarë është bërë për futbollin këtu në Shqipëri, që nuk ka asnjë limit për të lojtarët e huaj dhe nuk dim domethënë a do na vinë ata 18 vjeçarët e 19 vjeçarët për të luajtur në ekipet tona. Tash nëse do flasim për këto gjëra, duhet dalë dikush që të mbajë përgjegjësi. Se po themi ne Armando Duka ka merit, jo më ka merit ky brez, ju e thatë bukur në një moment. Është një gjenerat dhe përmendet gjeneratat e dikushme të Bullgarisë dhe të ish Jugosllavisë. Por ama, edhe ne kemi një goxha brez tash, edhe ne dhe Kosova. Sepse janë futbollistë që luajnë për këta Muçi e Uzuni nga Shqipëria kanë dalë. Nga Muçi kanë dalë, po tash s'ka më, se tash bërë pa limit, tash pa limit huaj. Nuk i dihet. Prandaj ata pyes. Për mendimin tim, këto arritje të ekipit kombëtar edhe tonës të Kosovës, është ky brez shumë i madh futbollistësh që luajnë në Europë. Asnjë nga ata nuk ka luajtur në Shqipëri. Asnjë nga ata nuk ka luajtur në Kosovë. Ja, ma ka luajtur tani. Muçi ka luajtur tu, më zotëri, Uzuni ka luajtur tu, tani. Po nga ata tanët kush ka luajtur në Shqipëri? Gjithë këtu, Hasani këtu mësoj futboll. Ku mësoj Hasani? Ashtu kotash. Por Yasir Hasani që na çoi më futbollist nga kampionati shqiptar. Ne kemi një brez të mrekullueshëm këtu. Që ai trajner pati fat punon me këtë brez. Po ja, duhet i themi gjërat. Kemi realitetin. Kemi një brez të mrekullueshëm. Sa ne lëm jashtë Europianit Ismailin, lëm jashtë Jemshitin, lëm jashtë. Dakor, duhet i themi, duhet. Dhe në fundit nuk mund të jetë profesor, por nuk është brezi i tillë. Duhet i themi. Edhe ky brez duhesh domethënë është frytzuar akoma më. Dgjoj, nuk është edhe faji Armando Dukës se 90% e presidentë, jo. 90% e presidentëve në Shqipëri kanë lekë të paguar rrogët e lojtarëve, ha? Ata po mbajnë futbollin. Urdhë? Presidenti po mbajnë futbollin në Shqipëri. Me borxhe. Kush po e mban? Me borxhe që po shkojnë po humbin gjyqjet, po ju bllokojnë merkatin nga 3-4 muaj. Po më thuan çik. Urdhë? Armando Duka u merr lekë për stadiumet skuadrave. A diti që paguan lekë Dinamo për të luajtur në. Po pse mo Milani dhe Interi çfarë po bëjnë? Ku paguan lekë? Urdhë? Deri para një muaj që ushit San Siro, po gjitha Bashkisë Milanos, 1000 kokër më kokër. Po Bashkisë Milanos. Po Bashkisë. A diti që Federata Shqiptare e Futbollit dhe shoqatë e klubeve të futbollit, dhe ti paguan lekë në shoqatën tënde? Dgjoj, stadiumin ka ndërtuar Bashkia Milanos. Ti je antar i shoqatës dhe i paguan lekë shoqatës për të luajtur sport? Atëherë, ekipi vllaznisë, presidentët në kampionatin ton po mbajnë futbollin. A vazhdon të stadiumet? Po ke stadiumet pra. Bashkia Shkodrës ka në menaxhim stadiumet. Bashkia tjetër që po si do t'ja paguajnë? Por në Elbasan paguan Dinamo Federatës Futbollit 5.000 euro për të luajtur futboll. Në Albania paguan 10.000 euro për të luajtur futboll. Dinamo është ekip privat? Po çfarë i jep ky? A është ekip privat? Po ky çfarë i jep klubeve? Si çfarë i jep? Çfarë do t'i jep atë shumën që i takon mujorin nëse do dali kampion, nëse është vend. Atë nuk e jep ky, më jep UEFA. Jo, nëse del kampion, e jep edhe federata një shumë. Pun fare ato. Po pse e marrin këto presidentë të ekipit atë? Këto i mbajnë për çfarë arsye? Shqyr që i mbajnë. Për çfarë? Nuk e di, pyeti. Jo, po është blim. Nuk e di. Okej, që mos dalin nga tema. Jo, po nuk besoj i mbajnë. Nuk besoj se ka dalë akoma një njerëz që të marrë një biznes me humbje. Sepse janë ata që mbajnë. Turi, ishim se duhet ta mbyll këtë me ke vite që s'ka ardhur na këtu në Shqipëri. Si e shikon gjithë ndryshimin? Jo vetëm futboll, vendin në tërësi. Shqipërinë si e shikon në tërësi? Shumë optimist jam. Ma më në mendja që jam ma optimist se që është shqiptari mesatare tu në Shqipëri, sepse jetojnë në Turqia dhe me një sy shumë ma objektive. Stamboll jeton? Po, Stamboll jetoj. Kështu që... Po të që jeton Bajram Pasha?
Jo, pak larg jam prej Bayrampaşës, s'ka problem. Por, është një gjë se perspektiva e Turqisë edhe Shqipërisë kur krahasoj shumë më madhe perspektivën e Shqipërisë e se Turqisë. Sepse 85 milion Turqi, 40 milion nuk mirën me sport. Sot është sporti, kultura, elementi më i madh i kulturës. Një njeri nëse thot vetin që është i kulturshëm, ai patjetër duhet më marrë me një sport. Po 40 milion në Turqi, prej Ankarës atje nuk mirën me sport. Që është problemi? Por këtu në Shqipëri ka probleme, por gjithmonë talenti, si shta edhe shoku, brezat, talenti i Shqipërisë gjithmonë dalin, ka me qenë talenta. Kush përgjith e komtare? Organizata, kretë varet tani organizata, sa investojmë infrastrukturës edhe e tërë tjerë. Ti se trajnjeri komtare si do e mere Muçin ekip Shqip t'i be. Nëzire që këtë njërat foton e Muçit që i kanë bërë Turqit, t'lutem regjia. Do e mere Muçin komtare, ti ti trajnjeri sot e zëmë, si që Silvinjo, që kanë bërë tifozët Turqit, shikojnë që. E i kanë bërë qip truri, shumë e bukur këtë Turqit. Si duket ju Nikol? Fantastik. Është totalisht që merren me lojtarë. Do merren kontare ajo. Jo, thashë edhe më njëherë, nuk merr trajneri lojtarin vetveten e merr. Panela profesor, me pak fjalë. A merr një lojtar vetëm për 2-3 raste që ka pasur? Ka kryer? Jo, normal që duhet vazhdimsi, por një moment... Bravo, tash. Unë mendoj që Muçi e ka gjithë kohën e mundshme që deri në mars jo do vinë kombëtare, po do vinë si më i miri. Në qoftë se do ketë të Curi dhe nuk ka shanse, jo Silvinjo, po trajneri më i mirë në botë, që ta lia të lojtar jashtë ekipit. Nëse vazhdon kështu në Trabzonspor s'ka shansa, jo Silvinjo. Asnjë trajner mos. Dhe Guardiola nuk mund ta lejë. Ai duhet gola Mehmeti, ai duhet me meritu vazhdimsi. E ke parë Mehmetin në kampionatin anglez. Gola bën Mehmeti. Se dhe nuk ka do të ka trafik, thot Silvinjo. Trafik. Nuk ka trafik, si që do vi momenti. Për shembull, 10 gola në La Liga. Ora, Brashi 2 vjet luan në futboll. Një sekondë, më shkon te Brashi. Uzuni kishte bërë 11 gola sot. 2 vjet luan në futboll. Po një sekondë. Do i vi koha ti tjetrit. Po kur do i vi koha? Ja, ma erdhi Marsi. Meridian, problemi është që Uzuni bërë 11 gola në kampionatin La Liga, saloni madh i futbollit evropian. A nuk shkon në Europian? Se mori Silvinjo. As në Europian. Me bukra është. Ismail informacion. Një sekond ta mbaroj, një sekond ta mbaroj. Ikën në Amerikë. Amerika s'është ndonjë gjë, është tokë e ëndrave, po për futboll jo shumë. E merren kombëtare dhe informacion. Se kuptoj. Çfarë mendimi ke ti Ledia? Që në herë zgjedhjet e trajnerëve ne që e shohim nga jashtë domethënë janë mos më thuaj tani se nuk vjen mos ka ardhur Silvinjo te Matrix tani po mban ora thuaj mendimin tënd tani po mos dëgjoj unë e kam vujt kët me idhullin tim. Cili është idhulli im? Është Roberto Baggio. Ha, besoj e njohin si Roberto Baggio po. Dhe këtë përzgjedhjen sidomos në kombëtare domethënë ai e ka vujt shumë. Dhe në herë trajnerët bëjnë ca zgjedhje që nuk e di nga se i vjen, domethënë, ose janë të fiksuar ke skemat e tyre dhe lejnë disa lojtar cilësor jashtë, ose nuk e di ndonjë hatër mbetje që ne nuk i dim. Çfarë shikojmë nga jashtë. Dakor. Po që për shembull në sulm këtë vjen Axhi, këtë vjen te kombëtarja, te kombëtarët e Shqipëria. Sulm treshja, se aty e kemi gjithë problemin. Broja, e ke dëgjuar këtë brojën? Si jo. Broja, tani është këtë luaj djasas apo është luaj në qendër? Në syrin ti si trajner me shumë eksperiencë, shumë vende. Fakt, ajo është një lojtar cili maksimumin me atë kvalitet që e ka jep si qendër sulmues, por me një ide fiksuar patjetër me shfrytzu Brojen në anën e djathtë. Për mu nuk është logjikisht edhe si edhe tregoj edhe rezultati performanca e Brojës nuk ishte në nivel djathtas kur e ndroi me Uzunin, po shifët që De Biasi ky Silvinjo nuk ka bo gabim në ide që ka pas me Brojën. Silvinjo ka bërë gabim? Po, për mu pa tregoj rezultati, se kur hyni Uzuni
Uzuni, një lojtar cili... Se rezultati e nxjerr trajnerin gabim? Si jo, me njerë e nxjerr, vetëm rezultati e nxjerr. E nxjerr trajnerin gabim? Fakt, sepse shikoni, kur u ndru Broja, Uzuni është një lojtar cili vertikalizon lojën, kërkon topin jo në kom, por në hapësi. A Broja kërkon topin në kom, në hapësi nuk kërkon. Ku e kërkon Broja topin? Në kom. Në këmbë? Në këmbë, me adhon në këmbë. Do në këmbë kështu, do më thërë. Në këmbë me adhon, ma ndej me ndona. Po, a Uzuni edhe në këmbë, por ma tje për 70% kërkon topin në hapësi. Por janë dy lojtartë kontra ndryshëm. A që për Arber Hoxhën do të pyes çik më mbrapa, po kur do që tikësh për shembull në hapësirë kështu për reklama, si bëhet? Shkojmë fillimisht tek Matrix Fitness Center. E di që tek Matrix ka pafund të rinj dhe të reja të cilat e frekuentojnë dhe trajnera personal të jashtëzakonshëm si ju. Matrix Fitness Center është një nga palestrat më unike në Tiranë me një sipërfaqe prej 700 m2 dhe e pozicionuar në katin e dytë. Ofron një pamje piktoreske përmes vetratës xhamit që mbush hapësirat me dritë natyrale. Palestra është e pajisur me teknologjinë më të fundit, klaset e ndryshme sportive dhe aktivitetet për fëmijët janë gjithashtu të pranishme, ndërkohë që stafi ynë i kualifikuar dhe i përgjedhur siguron një shërbim profesional dhe të këndshëm. Me një ambient që jep një tjetër dimension sporteve, Matrix Fitness Center gjithashtu ofron sauna për relaksim pas ushtrimeve. Adresa Rruga e Barikadave. Shkojmë reklama.